gjatë vetëm zonat luftës jenë hi 1.400.000 kilogram mill në zonat luftës jenë hy, plus 600.000 kila mill prej organizimit tonë të Lipjanit. Që ku qenë unë kryetari i Këshillit për ndihmë emergjente. Bile shpesh matematik, po na nuk i kemi ditë fort, edhe do detyra ja vjesmi ka njëherë e ujrëmëjke, po që ditë që s'ja kena vjethi, ka 2 nxehte i kemi hongër. Terë ishtë bërë në rrugë, edhe në veç për një prap për bën dikush, thash ti ka të që edhe unë jam njeri këtu e di, se s'pe posha kush janë, thash mi mbrëma burra. Ata, një moment i shkon një grupi kualve, edhe pra humbi u që koli, thash ku më shkjeli, që shumë qmendi. E bukur edhe jot më i gadime, nostalgji me plot kujtime. Si kalao është mërturi që shëndrit por si nuri. Shpelen prej mermeri, bukurie këti dheu. Lumi rjedh nga klesyra, për rrëth parqe shtot freskia. Magjistralja prej Gjilanit për mes fshatit drejt Lipjanit. Vizitorët nga çdo trev e vizitojnë të bukurën shpel. Të reja janë shkollar për kulturë dhe për parimtar, me kulturë dhe për parimtar. Si për laps, si për trimni, adhetar me histori. Për mikpritje bujari, gadimja ka tradit edhe ka histori. Pra, shikus të ndërum të portalit Kosova Info, jeni me emisionin Traditat në Oda. Kësaj radhe, si që i ndëgjut vargjet, jemi në fshatin Gadime e Ult, në lagjen e Tashallëve, pikrisht të Sefer Tasholli, në familjen e ti. Mirë se gjatëm Sefer në konakën t'juj. Mirë se ardë Gjem. Edhe jo mirë se ardë të gjithë në emisionin tonë. Faleminderit. Pak në pika shkurta, Seferi, në vazhdim, do të na flasin bashkëpunëtor, bashkëshatarët, por portret i këtij emisioni është lapsi dhe kontributi i Sefer Tashollit, ku edhe gjithë lagja dhe gjithë fshati nuk do të jesin mungu, pa e cek historinë, veprimtarinë, bujarinë dhe gjithë atë gadimes, në pika shkurta. Por do të fokusohemi te Seferi në veprimtarinë e tij, edhe letrare, edhe patriotike, edhe kontributi tina në për etapat ndryshme të kohës të kalume deri tash. Edhe tash nuk panonet me 2 gishta shkruan në për maqina, mirë po kë rjedh, si burimi rjedh. Se jemi në lagjen, jemi në familjen tonë, përshkruana pak familjen tonë, sa fëmijë, sa nipa, sa mesa, sa djem, sa vajza. Faleminderit, Gjem. Unë jam Sefer Tasholli, babi i 4 fëmijëve, e donën e kam vajzën edhe 3 djem. E dona edhe betimi janë të martu, me dona ka edhe një vajzë, të më thonë jam ba edhe gjysh. Bravo, kufshin në shnet. Të gjithë, edhe djemt edhe vajza janë me fakultete me mastera. Edhe një djallë se përmene. Është Petriti maj madhe, ajo është Gjermani, është inxhinier ndërtimi. E përshëndesmi Petritin. E përshëndesmi Petritin, po. Ndërsa 2 djemt tjerë, betimi është me fakultet ekonomik, punon është gardian në Lipjan, edhe Besari e ka fakultetin e inxhinierisë kompjuterike, është polec në policinë e Kosovës në Lipjan. E dona punon në UBT, unë tash jam pensionist, edhe po e kaloj jetën e pensionistit. Si është mas miri? Si është mas miri, po shkruj. Edhe pse se kom pas profesion, po mu ka bo profesion tash. Jena në gadime, bre, po për gadime, për çdo vend, unë kam thonë gjithherë, çdo vend shqiptar ka histori shumë. Edhe kena s'ka me fol shumë, edhe kena nostalgji se
kanë tradit, Gadimja ka tradit, edhe për kulturë, edhe për shkollim, edhe për arsime, për gjitha, edhe për adhetarizëm. Familja Tasholli po nismi, lagja Tasholli. Mas pari po flasë për Gadimen, është një vendbanim ndër vendbanimet më të mëdha në Kosovë, me shumë lagjet janë ndame, të thotë në Gadimen e poshtme janë lagja e Jupit, Tasholli, Aliu, Lekaj, pastaj ne them lagja e poshtme, atje ka Hashane, ka Rahmane, ka Gabrece, Krenze, dhe thotë jemi familje të mëdha. Ndërsa familja e ime Tasholli është ndër familjet më të vjetra në fshat. Vjetërsia ka zënë edhe vetë pranimi i fesë islame, do thotë xhamia jonë ndër xhamiat më të vjetra në Kosovë, daton nga viti 933 sipas Hijrit, që i vjen dikon që xhamia u ndërtu në vitin 1526. Besoj që dikon jena mbinimi votus, do të thotë jemi përmi 250 familje të shpërndara, përveç që jemi në Gadime, kemi në Prishtinë, kemi në Lipjan, kemi në Ferizaj, do të thotë kemi edhe në vena tjera familjarë që janë prej familjes Tasholli. Po du me cek se katuni jonë është katon me tradit, po e përmeni vetëm një gjest. Në vitin 1878, kur është bon gjatë kohës luftës sërbë-turke, edhe shprëngullit e mbi 720 vendbanimeve, në Gadime me vite tëra kanë qëndru familjet muhaxhere. Edhe vetë kallëzon tash mas 150 vjetëve për ardhjes muhaxherëve, komplet Gadimja është e rrethume me muhaxherë. Po fillojna prej Smallushës, prej Glavicës, Smallushës, Plitkovicit, po dalë knete, Vrella, Cërnila, dhe të babushi muhaxherëve, komplet rreth Gadimës janë muhaxheria, dhe do të thotë një pjesë e madhe e muhaxherisë është vendosur në trojet e gadimazëve. Gadime është gjëna Gadimës, mi thonë, mos të bëjmë dallim fshati qyteti, po rural, për shembull, është gjëna, mi thonë, Gadimja i përngjan një qytetit vjetër. Po. Një bashkësie lokale qytetit vjetër. Gadimja edhe më herët vazhdimisht ka qenë kështu në krahasim me vende tjera pak më zhvilluar se vendbanimi i madh, po tash e ka shkollën fillore, shkollën e mesme, e ka qerdhen, e ka qendrën e mjekësisë familjare, e ka zyrën e vendit. Do thotë e ka shpella. Ajo shpella është e natyrës të Perëndis, po do thotë i ka gjitha parakushtet. I ka rrugët, trotuarët, ndriçimet, shtratin e lumit, gadimasit, ka klubet futbollit, ka klubin e voleybollit. Do të thotë Gadimja është tamam një vendbanim që i përngjan një komunës ose një qyteti. Nuk i mungan, thujse nuk i mungan asgjë. Plus kjo magjistrale, unë e ceka me vargje, magjistrale prej Gjilanit. Po kjo është edhe qërshia mbi tort, sepse në Gadime tash ka lënë rruga regionale, do të thotë Gjilan-Lipjan. Shumë mirë. Është edhe me ujnë, edhe me tokë pjellore, i keni... Gjitha, do të thotë ka ujë të pijes, ujnë e ka të mirë të pijes, tokën e ka të punumshme, malet i ka ofër, freskinë e arit i ka. Gadimja është shumë e përshtatshme. A vinë vizitorë shumë? Në shpellë. Po shpella që është funksionale për vitit 1974, një 5 vjetë në 1969 në zbulu, ka pas gjithmonë vizitor, po sidomos mas përfundimit të luftës. Shpellës ja kanë rrit vlerën shumë musafert e Unmikut edhe të Kforit, sepse mbi 4-50.000 ushtarë të Kforit thuj se gjithë e kanë vizitu Shpellën. Kështu që tash pej tjashve jem të folë, ka musafer që vinë edhe pe Amerikës, edhe pe shteteve të Evropës,
Po vizitus më të shpesh të shpellës janë nxënësit. Nxënësit e shkollave fillore dhe nxënësit e shkollave të mesme, bile ja japin edhe hijeshin. Jeshin, ja. Valla i kom taku, i kom zatet shpesher, kom qëllu kur kanë ardhur të atë këto, unë gjallë Gjallët jeta. Jehën kjo kodra. Kjo kodra murë të jehën kjo kodra. E mushin fëmit kodrën. Po, shpella me të vërtet është një atrakcion që është gjëna që nuk është investu shumë. Nësi jem të shpella, me gjithse tash me inë në për portalen, Google e i gjonë krejt kush qysh u qpeke qysh u gjete, po paka shumë për shikusit. Po, në vitin 1969, një banori joni, 69. po, Ahmeti, me djem, të sigur për me ndërtu, për ndërtimtari, bjen me një grup që me e shqetson ata, me fener hinë e kontrollojnë edhe shofin një bile quët ashaj për ndër ti quët koridori Ahmetit, me stalaktite, me mija stalaktite, këtë të pik, edhe e thirë një gazetar të Ferizajt Rifatin, është i njoftën. Rifat, ja, rëva me emrin, e njoft. Jo, Rifati, ajo është dikon 82 vjeçar tash, edhe ajo e shkru një shkrem për... Edhe kështu fillon me u... Komuna angazhohet, angazhohet një inxhinier i njoftën për një speleolog Petrovic, edhe 5 vjetë është punu, po fatkesisht është punu me mjetet primitive, minjera e babushit me punëtorët e vetë, ka punu, ka bo pastrimin, po me gjithat pe atëherit, kur shu shpella, në vitin 1974 për vizitor, janë të punu me dikon 1350 metra, ndërsa janë të hulumtu me dikon 5 kilometra. 5 kilometra. Po, është fatkesi që ajo është e punu me 3 kate, po kati parë është i mbushur me ujë, në katin e dytë është për vizitor, një kat manalt i treti është thua se është maj bukuri, sepse për një kur e ka kryu ata ujë e ka kryu, janë bukurit veçanta, janë që inshallah në të ardhmen i pët mundësia që për vizitor me... A përdoret se jena në mosh bege, a përdërshin plesh një tregim, ishin Zagari me një për këtu ka hi, në njevë ka dari. Ajo është legenda që me asocu, që shpella me të vërtet është e madhe. Se na si fëmijë e kena pos, do të do këni shpell, edhe zakonisht kënojësit aty puplat në i dhejlpën që e markin në i knus me hangur atë, edhe na gjushmi më spegjuj në dhejlpën, thëshin pleqt. Do të është legend kjo. Brez bas brezi se kinë se ka një lepëri me Zagarin të unjek, edhe një njevë ka ndalë trept. Të rje parkura, ke gjakë thëshin. Po, do të pejat me thejpave stalaktiteve. Kjo është legend, po shtenë diçka me mendu. Fokusomi pak, edhe jo fokusomi, po më stjarojmë në kuptimin e shkollimit, arsimimit paka shumë, edhe që shherët ma holla ju, edhe gadime stërë të kom fjallën, paka shumë këni pas kuadrat mira, edhe në atë kohë. Po, gadimja ka pas rastin që kur kanë fillu mu hapë edhe shkollat serbe, për shkak presionit të Liga e Kombeve, qujtë, së kur tash që është Kombet e Bashkume, Liga e Kombeve ka bo presion në mbretnin Jugoslave edhe dikun në vitin 1926, më duket, është hapë shkolla e parë me mësim gjuhë serbokrate në Gadime. Po, tash do ta kemi 100 vjetorin e shkollës. Po, ndërsa nga viti 1921, kur kanë ardhë mësust e parë, 300 mësust e parë me ministrin e arsimit Ernest Koliqin, këtu kanë ardhë një grupë për një 3-4 mësuzve prej Shqipërisë, edhe aty kanë fillu fillet e mësimit Shqip. Mësimet e para kanë fillu në vitin 42, në vitin 1925, do të kur konsiderohet komunist Korenë hyjë që kënë se jemi qliru, pej vitit 1925 në Gadime
fillim ka qenë shkolla deri 5 vjeçare, tani është bë shkolla 8 vjeçare dhe Gjimnazi thëshin atëherë. po gjimnazi jort, Edhe prej Gadimës ka doktorat mjekësisë, ka doktorat shkencave, ka ekonomist, ka jurist, që do thotë punojnë edhe në për universitetet tona, po edhe në për institucionet tona të Kosovës. Jo më të njoftun, po paka shumë që kanë dhënë një kontribut edhe në atë kohë. Për shembull, Gadimës t'ju këtu, bura, ka pas bura dhe atëherë. Po, Timin, kom fjallin për patriotizëm. po, në Gadimja është e njoftun se gjatë vitit 1944-45 janë bë 2 lufta. Lufta kundër komunizmit, po mendoj. Është e njoftun lufta e parë e Gadimës, kur me hyrjen e forcave partizane një brigadës malazeze, kanë djeg Janjevën, është bërë një luftë në Janjev ku janë vrarë 32 partizan, edhe 2 vullnetarë shqiptar, pastaj ata t'u njek adhëtar tek ne, kanë ardhur t'u djeg fshatrat në Slovije, në Smallush, Gadimja një mulla Osman ka hypë në xhami, ka thirrë ezan edhe ka thirrë popullin në luftë për me mbrojt mos me hy njësitë partizane, edhe është e njoftun lufta është lufta e parë e Gadimës, edhe dëshmori i parë është mulla Osmani. Vetë hoxha. I Gadimës sepër është. Më vonë kena pas fatin që në përmi Gadime janë strehu luftarët e rezistencës, Adem Glavica me njësitë e veta, edhe është bërë dikun me 16 prill, 16 mars 1945, është bërë një luftë e Gadimës, do të thotë mes forcave partizane edhe njësive vullnetare të Gadimës, të Slovinjës, Smallushës, të rrethit të Aklapit. Edhe në atë luftë thuhet sipas shënimeve të luftarëve tonë që 64 partizan janë vrarë, ndërsa vetë njësitë partizane e pranojnë në historinë e Ali Hadrit, shkruan që në luftë me ata thënë me ballestet janë vrarë 15 partizan, edhe shumë tjerë janë plagos. Do thotë është e njoftun lufta e Gadimës, prandaj Gadimja ka dhënë edhe luftarë, pa i përmend me emna, sepse mi përmend me emna nështë ka shumë edhe dikon e i him në hak në kujt. Faleminderit se për këtë pjesë, edhe na kërkojmë ndjes për çdo pjesë që jetë eksik me një fjalë. Ti ke përfshin këto gjana që shkruaj edhe libra, sepse po shifen këtu ku janë librat cilat ti ke botu dhe do shkrimi jote, autorësia jote, ka një dhe të shfletojmë pak, po para librave, këtë shokun, kolegun tonë, Gjevherin. Da? Gjevhere Jupi është. Gjevhere Jupi. Mirë se erdhe në misionin tonë. Mirë se gjithë. Faleminderit shumë, edhe për na tregon pak, jo pak, po je shok prej fëminie me Sefën. E din angazhimin edhe kontributin e Sefës, ta përshkruajmë pak jetën e juaj, edhe punën edhe kontributin e Seferit. Me Sefën ne jemi rrit bashkë. Cillini rrit më shamak. Muj me thonë që prej si ja kemi nis zhak me ecë, e deri sot jemi bashkë. Deri në penzion jemi bashkë edhe hala jemi vazhdimisht bashkë. Mirë po, për Sefën di shumë. Po edhe Sefa për mu di shumë. Ma shëqër që dini, e që ta pjovesmi që dini. Dhe pej klasës parë kemi qenë jo veç me një klasë bashkë, po edhe me një bankë kemi qenë bashkë. Edhe Sefa ka qenë për nëzonë sa më të mirë në shkollë. Ka qenë i shkëlqyshëm, nuk ka ditë me pas 4 asë njëherë. Ajo, ha? Po, ajo vjallë që në i më i mirë ka qenë në matematikë. Bile shpesh,
matematik, po, na nuk i kemi ditë fort, edhe do detyra ja vjesmi ka njëherë e ujtënëjke, po që ditë që s'ja kena vjethi, ka 2 nxehte i kemi hongër. Sefa, përveç që ka qenë nxënës i shkëlqyshëm, ka qenë edhe një humorist, ka qenë edhe artist, ka qenë edhe sportist. Edhe sportist? Po, se në atë kohë, që në vitet e 70, për shembull, shkollat janë shumë të organizume. Po. Ne kemi pas mësues me normale, po kanë qenë shumë nivel. Bash nivel. Ka qenë grupi dramës, ka qenë grupi muzikal, grupi recitatorëve, grupi i sportistëve, kështu që Seferi... Janë zhvillu aktivitetet e kulturës, e sportit. Mu më kujtohet një insert, po nuk e di tash a ka qenë klasën e 7 apo në 8-ën, e organizu një dramë në shkollë. Po? Sefa ka qenë një aktor i shkëlqyshëm atë. Qa roli lujke atë kujtohet? Lujke rolin e djalit që vjedhi reqelin për gjyshës, e hangër teglën krejt, edhe e Roki Barki, po zgudzej kemi kallëzu gjyshës a ka bo. Ajo? Po, edhe nisi me qajtë njërë artistike, a më hanë qysh në atë ko. Ky kajke për në me, a? Por në me ky kajke. Edhe ashtu përfundoj... Pas ka aktru bashkë original? Po, aktor ka qenë. Original? Po, Sefa ka qenë edhe sportist. Ne kemi mbroj në gjyrat e klasës njëherë, që kemi pason venin e parë, dhe sish problem kemi marrë drejsa. Për në atë kohë, vitet e 70, me marrë drejsat. La punë e madhe, ako. Po, ku që zë kanë qenë, bëllë mira kanë qenë. Edhe më nësh me bile dhe me shku të dajt me të masane. Pastaj, pej klasës 8, unë dajtëm pak, po prap njëtin qytet. Shku në Ferizaj, kjo regjistroj teknikën, shkollën e mesme teknikë, unë e gjimnazën. Edhe aty kemi pas kontaktet përdeqme, se kemi pas dajte me dhe kusheret të këti kanë qenë shumë human. Ti edhe nepi të shallëve? Po, nepi të shallëve, edhe na kanë shkollu, më të në drejten. Sefa ma pak kanë nejtë aty, po edhe Sefës i kanë ndihmu shumë. Apo, a? Po, edhe prej aty ky ka shku të në fakultet, edhe atje ka qenë nxënës i shkëlqyshëm. Studentish? E di se doja i ka dhënë mësim, matematik, ka qenë për nxënësa më të mirë në shkollën e mesme. Pastaj ka regjistru fakultetin teknik, që e ka mbrojt me 10 diplomën. Po, që për atë kohë ka qenë diçka e parreshme, me thonë dikuj 10 e ke marrë në fakultet, s'ka këqyrë këtë lipjani me sy. Atërë kënë shtirë, valla. Po. Une isha në akademi në Shkup, ta në kemi dalë akademin pedagogjike. Po. Edhe ta në, une fillova arsimtar, kë inxhinier, po filloj me punë në Ferizaj, me dhe mësim, une në Gadime, e kështu e kemi vazhdu kontaktin vazhdimisht me Sefën. Pastaj vitet e 90-ta, Sefa ka qenë një për aktivistëve matë mirë, matë devotshëm, që këtë maksimumin e ka dhonë vetëm për të tjertë, për popull. Ka qenë nonën Terezë, pastaj në këshillin për... Shoqatën nonën Terezë? Po, në këshillin për vetë financim, që me një bicikl të shkëkërdaft, fshatën fshat, ka vrapu, për më ne siguru neve arsimtarve rrogat. A dhe më të veç me kry, po pas, po... Edhe ka qenë në vitet e 90-ta, pastaj kur të filloj 99 lufta, ka qenë edhe në emergjencën për luft, ku ne i kemi një mund gjithmonë me mbledh materiale, kë i ka qu për malë, ju ka ndihmu edhe luftës. Sefa nuk ka nalë me aktivitet asnjëherë. Edhe në komunë, pastaj ka qenë funksionet të ndryshme, drejtore, pastaj nënkryetare, pastaj edhe këshilltari i ministrit për infrastrukturë. Në thonë, Sefa ka pas funksione ku gjithmonë
ju ka dalë gjatë funksione. Apo, Dhe gjithmonë ka bo punë për tjertë. Vetin gjithmonë e ka lanë, së konë lakmiqarë, jo asnjëherë, për ata dhe për veti. për ata dhe vetë foli sefa të gjithë fëmini ka me fakultet, kur njëherë nuk ju ka nështru kërkuj me bo një vend punës për fëmijët e vetë. Jo. Teri kanë gjetë vetë vendin e punës. Në thonë, edhe sot me sefën jemi vazhdimisht bashkë, tashmo si pensioner, po hecëm malë bashkë. Apo, a? Po, mirë po kë është i paleshëm, kë prej molit vjen edhe vazhdan punën edhe Me shkrim. libra, me shkrime, gjithë ato shka e ka, te i ka lupo, i ka hi edhe studimeve historike, me një fjallë është i paleshëm. Faleminderit Xhefer shumë për këtë fjalë, po faleminderit edhe respekt për Sefën, për kontributin që ka dhënë në për etapat e ndryshme të kohës që na kanë përcjell neve, gjeneratave, edhe para neve, edhe neve, edhe mas neve. Dha Zoti që mos na përsëritin atë kohën mo. Inshallah. Oh
Edhe tash me Sefën pak do të bisedojmë për krijimtarinë letrare. Po para krijimtarisë letrare, thanë je humorist, ke lujt rolet humorit. Edhe pak prej aty që atë ka met, edhe pas ke priri humorin. A dhe si më një humora e dyat, ta freskojmë pak edhe publikun. Une edhe si nxans, po edhe si student kom qenë, me të vërtet, ne i thëshmë visarash. Kom ditë Barsoleta me Mia Barsoleta e kom ditë. Po, Që fatkeqësisht, po mësi në vitet e funit, do të thotë në 20 vjeçin e funit, nuk i kom përsërit, edhe vetëm kur të më thëtë dikush tregoj që Barsolet më kujtohet se përndryshe atë thesor që e kom pas e i kom harru. Po du me tregu një rast. hajde. Ishëm student vitit 4 fakultet, edhe vendosëm me shku në Çekoslovaki edhe në Poloni. Edhe në mramje në ora 10 natës, ishte një Akropolisi. Po, Kretë ata studentat i kishin pas pasaportet me veti, unë e jo, edhe më shumë në tavolinës, besa, sonte po nismi me shku për Çekoslovaki edhe Poloni. Unë thash, moni sonte se kam pasoshin, shkojna nesër. E mora pasaportën atë nesit shkum një javë. Po ata kishin qef, a kime na knaq vica një javë det. Edhe unë e thash, një javë det, as një ves nuk kam me përsërit. Nëse përsëriti ne,
thash ka mu këthyra, Subotica, Ku do ku? Budapesta, ku do që thuni e ke E ke përsërit. përsërit. Kur e kalum kufinin Kelebi Po, për Hungari. për Hungari, pasaporti jam nuk e kish pas, i thëshin vula zhek. Po zhek qashtë, po. Edhe ai pasaporti jam s'kish pas atë vullën e thot, edhe 20 minuta e noli trenin, Va. e pyetje zera Prishtinën mas 20 minuta mu vlu njerëz që po më kthen. Po. Edhe ai doganieri më kërkoi falje, tha kur shkoj shtan në Prishtinë më shoj vullë. Edhe u gëzun ata shok që mu nuk Nuk thyn. thyn, edhe tash unë e pishoja ta shok. Thash bre idiota, bre të poshtër bre. Thash ju nuk unë keni diktu që kum kallzu një vec për zdyti, thash kë, diktoj, thash shket të këthy. Ta si gazi, ja? Si gazi, kështu ishte, fillonin pamë, me vërtet, po, edhe kum luj, edhe pjesë teatrale, na e këna pas një shoshni, u quke përpjekja, këna qenë antar të shoshnisun edhe Ademi, ka qenë me defun e kum qenë me fyll dhe këna qenë valtar. Ka funksionu. Unë i kum lu një 4-5 role në për drama, Vllazërinë të Erës, e Kriste Floqit, e plot të drama i kum Ke marrë pjesë. Mirë po masane në studime, ishte fakulteti teknik ishte pak ma i vështirë, edhe i lash me përjashtim të leximit. Leximin nuk e kum lanë asnjëherë. Që shi përshëndete, me mama bura, kual? Gjatë luftës. Gjatë luftës nuk ishëm rrëmë se u pat një granat ra nga përquse dhe e këputi telin, edhe unë e mora do pogoqe, me shkute të kushere, me ngranë bashkë edhe bisedash mi qashtin e gjendje Po, ma mërdar, po. Terri ish bërë në rrugë. Edhe unë veç peni prap po bën dikush, thash ti ka që edhe unë jam i njeri këtu e ti, se s'te pasha kush janë. Thash mi mbroma burra. Ata, një moment i shkon një grup i kualve, edhe pra humbi u që koli, thash ku më shketi, që shumë qmendi. Edhe janë nesër kualve me vrapu, ne me gjithë shpirti kur shkohet, thash burra, thash ju folja kualve. Thash me shkenë, pështova, thash ata u të pimi. Si, falemderit shumë. Këto ndodhin, edhe banë humore edhe freskohen populli, se kena nevoj ka pak, jo ka pak, po begi shumë edhe me unë mjekësore, kena nevoj pak stresin me largu, edhe gajle për inshallah s'kena të maja. Dalme të krim të aria jote letrare, po para prakisht, shletonaj pak librat, spjegonaj sa libra i kije, që i ke botu, edhe qëllimi i librave, kuna i kushtohet, edhe paka shumë ka një me mjetë kusht ka ndihmu e sane që të kësane. Po, apet më thëmë para prakisht, të e falenderu që dhe familjen tonë. Për ata që për shikuste, për njerës, unë jam me profesion inxhinier, po në shkollë të mesme e kum dasht artin edhe kulturën edhe kum lexu shumë, kum qenë kryetari grupit letrar në Ferizaj. Edhe dhe vitin 1975 edhe shoqata e shkrimtarëve marrë me vete, si fëmi, ku shkoj këtë dikon teren me lexu, po masa ne kum ndërprej shkrimet, edhe vetëm mas përfillimit të luftës, pasojat e luftës kanë të mëdha, djegjet e mëdha, humbëm na shumë shok gjatë luftës, unë shumë e shoku që me mu ka vepru, është vrarë dhe mu shteshin gjëmë. Po, mu shteshin gjëmë dhe e ndisha vetin që ju kumet bërgjë atyne që sot nuk mujnë me shku. Dhe të të mas 12 vjetëve të përfundimit luftës, në 2012 e kumbotu që të librin Kronik Dritë Hijesh. Mo e ka kamera, fokusa, kronik? Kronik Dritë Hijesh. Dritë Hijesh. Dritë Hijesh, po. Është, dhe thot, monografi Lipjani me rathime. Pas këti titulli qka fshihet? Unë kundosht, dhe thot, me thonë. Po. Vetë emni Kronik Dritë Hijesh, kundosht me të regu kontributin e qytetarëve gjatë rezistencës, 1999 dhe gjatë luftës.
Po ne nuk kemi qenë drejt për drejt në front. Tamam. Nuk kemi qenë ushtar të veshën. Po. Po kemi qenë nën hije, të thëtë në mbrapavi. Qashtë, po. Kemi qenë mbrapavi, po pa një kontribut të njerëzve. Edhe ajo lufta që është bërë, edhe liria që është ardhë, nuk është ardhë vetëm në përmes kërsimës të armëve. Normal. Po është ardhë, do thëtë, sepse me 100.000 njerëz kena pas të mshefën të strehub në përmalje. Me fshatrat tona gjatë vitit 98, kërën ka, dikun Lipjani ka, mbi 44 fshatrat të djeguna gjatë luftës. Janë enë për një fshatin tjetër. Janë bajt njerëzit. Ne me ekipin e njerëzve, me 100 njerëz që janë emnat këto, kanë dhonë një kontribut të hatashëm që ata që nuk janë gjallë zoti i shpërbleft, ndërsa ata që janë gjallë inshallah përsëri i shpërblen në familjet e tyne, sepse kanë dhënë kontribut. Une, do të thotë këtu ka edhe dokumente të ndihmave, çush që është zhvillu, çush e kanë ndihmu luftën, çush e kanë ndihmu popullin. Shka kanë çu mill, ushqim, veshmbathje, çdo gjë që është bërë gjatë luftës, edhe gjatë vitet 90 është e shkruar në këtë libër. Vetëm një insert vogël, shumë pak edhe shkurt. Po. Vetëm një herë, sa ton mill keni qu në Dugagjen? Falet, po. Dugagjen, do thonë. Për informem, gjatë vetëm zonat luftës, jenë hi 1.400.000 kilogram mill në zonat luftës jenë hy, plus 600.000 kila mill organizimit juj. Prej organizimit tonë të Lipjanit. Që ku qenë unë kryetari i Këshillit për ndihmë emergjente. 1 milion? 1.400.000 kila mill i kam dokumentet që i kom shtinë zonat luftës. 600.000 kilogram mill e kom furnizu Prishtinën, Këshillin Komunal të Emergjencës, në kryet cilit ka qenë heroi Isa Kastrati. Ndërsa, përveç komunës Lipjanit, e kom furnizu me mbi 450 ton Glogovsin, me 40 ton, me një konvoj me 40 ton i kom shtinë në Skenderaj, e kom furnizu Malishevën, po Dujevën, po është e veçantë që edhe 15.000 kilogram mill i këna qunë në Deçan, respektivisht, kur ka qenë i rrëthum Joniku. Joniku, kur ka qenë i rrëthum, na i kemi shti 15.000 kilogram mill. Njerë 5.000, edhe njerë 10.000 kilogram mill. Për çka dhe vetë me mirënjohje që e kom pranu gjatë jetës sa kom punu, e kam mirënjohjen pej komunës Deçanit, që në konat më të vështira i kam furnizu me mill. 1.400.000 kilogram mill. Qashtë. Të mund ju me bashkëshu. Me bashkëpunëtorët e me. Po unë jam kanë kryet ati, edhe e këna pas ekipin, dhe thot, i vjen 1.400 ton, ose i vjen 140 kamiona ka 10 tona mirenit në kolon. Që ka që këna qu... E që ka bukën se pa bukë s'ka jetë. Përveç kësaj, Gjim, i kam të dhanat. 5 punktet e UQK-s të zonës tonë, ambulantat ushtarake, edhe spitalit ushtarak, na i këna furnizu me material sanitar edhe me barna. 5 zonat? 5 punkte të zonës tonë. Të zonës. Dhe të këna furnizu. E këna furnizu Shalën, Krojmirin, spitalin ushtarak në Divlak, spitalit ushtarak në Krojmir, i këna furnizu me barna në Gadime, e këna pasir një ambulant, i këna furnizu me barna në Magure, i këna furnizu me barna në Dobranj, i këna furnizu me barna edhe në Lipjan. Sa banori keni strehu në kohët luftës? Shkurt, po thëmë shkurt, po... Vetëm Gadime, besoj që kanë qenë dikun 10-15.000, po vetëm në zonat luftës ku e në konë shtëpite djeguna, në për luginat e Nekovcit, të Bajicës, të Shalës, të Krajimit, të Petërstisës, mbi 20.000 kanë qenë banor që na i këna komuna jonë, Këshilli Komunal i Emergjencës i ka furnizu me ushqime me veshmbathje. Këto janë të shprehur në qëtë liber. Zotë i din, po në të din edhe publiku, pak a shumë, a ki në një mirënjohje për kontributin? Jo, nuk kom dasht me marrë mirënjohje. Ti s'ke dasht, po o do dikush?
Jo, nuk kom marrë asnjë minjoje, s'kom pranu kur me marrë minjoje, vetëm minjoje që ma kanë dhënë deçan, veç kur më kanë thirrë me emën. Po, ata Shaj se respekt. përdyshës nuk. Shkojmë te e dyta libër. Po, jo, jes bërgj, njerëzit aq ka dhona, aq shumë ka shënime këtu që për 10-15 student kanë bëjt temën e masterit edhe temën e fakultetit me këtë libër. Edhe jam shumë i lumtur. Zotë shpërblet. Shumë i lumtur. Ty dhe familjen tonë. Mungesa e literaturës studentëve shumë herë, kësa më kanë punë, më kanë thonë, s'u po gjej material për qëtim, s'u po gjej material për qëtim, edhe i kom marrë në zyre ka një javë ditë, ju kom dhonë dhona, ju kom dhonë shënime, për më ka detyru me hini punës që nuk bëhet monografia e një komunën nuk bëhet për një autorit, se dele mangët. E mangët, po. Po nga aq vullnet madh kum pas që me bo një libër, komunat shpollin tender, për shembull peja 80.000 euro i ka kushtu një tender për me bo monografin. Lipjanit ja kum bo pa pare. Kum punu 4 vjet, këtë libër Lipjani me rrethin monografi, që Lipjani me rrethin monografi. I ka 500 faqe, i ka mbi 450 referenca, do të thotë kum punu 6 dhe 12 orë në ditë për 4 vjet, të gjurmu në arkiv të Kosovës, në arkiv të Shkupit, në arkivet e familjeve, me rrëfimet e njerëzve, me deklaratat e njerëzve, të gjurmu në internet, e kum përgatit një libër i ka disa kapitoj që edhe këtu jam shumë i lumtur që edhe para 3 netve një studente që kesh mbrojt masterin edhe më falenderu, tha masterin e kum mbrojt kryesisht ka qenë literatura tha për këtij libri. Është Lipjani me rrethin, monografi, është në 1000 ekzemplar, gati thuj se përmi 600 ekzemplar i kum dhuru. Sef, vetëm Zoti din me shpërblyje, edhe mundet. Shkojmë te tjetra. Lipjani, për hir të shikuesve, Lipjani gjatë luftës të fundit i ka të vram 184 qytetarë. Për atyne 184, 14 kanë qenë musafer të strehum në kohën kur janë vrarë. Aha, te njëri tjetri. Ka qenë musafer të komunave tjera. Edhe komunave tjera. Edhe kanë ndodhur 3 masakra. Masakra e Sllovis janë vrarë 45, në masakrën e Hallaçit janë vrarë, Hallaçit vogël janë vrarë 20, në masakrën e Ribarit vogël janë vrarë 25. Këtë libër që e kum titullu Ploj e Madhe. Fjala ploj është fjale gjysheve tona, na ka bo ploj. Ploj do me thonë shkru me hi, gjakderdhje i vjen, gjakderdhje e madhe i vjen. E unë mës me shkru masakra e Sllovis, e kum shkru ploj e madhe. I kushtohet Sllovis edhe masakrës që janë të vramë 45. Janë rrëfime të mbi 65. Qëtë fjallë për kujt e morë ploj? Këtë fjallë ploj e ku morë pej Nona Zep, ndjes pas se ka vdek si vjet. Zenepe Gashi, po. Po, Zenepe Gashi, na i këna thonë Nona Zep. Nona Zep, qa. Te ajo 16 dit se ka qenë enciklopedi e gjallë, ajo 16 dit mu ka rrëfy për familjen e vetë, edhe për katunin, edhe për krimet, edhe për sërbët, edhe për krejt. E ajo në një moment të më folë muhe, tha o birë jam, po na pa të në bo ploj. Edhe ja, kapa qatë fjallë, që më tha në pa të në bo ploj, edhe pse fjallën ploj e disha për i nonës teme, mirë po ta ka përkujtu. Po, ma përkujtoj edhe thash, dhe t'ja lo emnin ploj. Asaj, Zoti e shpërblev në atë botë, me gjitha të mirat asaj bote, kanë dhonë shumë ndjes post për këtë vend, edhe tyje gjithashtu. Hallaçi i vogël me zemë modhe. Edhe kështë libri 4, përsëri kushtohet një fshatit vogël, që është quhet Hallaçi i vogël. Me zemër të madhe. Po e kom titullu Hallaçi i vogël me zemër të madhe. Ky fshat i vogël, gjatë luftës ka pas strehum, me rëmen për 20 vdekunëve, të vramëve, 4 kanë qenë musafer. Do me thonë që në gjatë luftës, Hallaçi i ka pas familje që i ka pas 30, 40 në familje, me qato shka ka pas e ka majt. Hallaçi e ka pas një trem, një burr që është jo i Hallaçit, po është i Kosovës. Ai është heroi i Kosovës,
Ismet Aslani, Ismet Prapashtica. Po, vazhdo Ajo është se hero, Hallaçi i vogël ka dhonë shumë luftar, i ka dhonë 20 martir, po edhe i ka dhonë 2 heroj. Domthon heroi është Ismet Aslani, Prapashtica, Po. edhe është Lulzim Morina. Këtu dhe ishtë, vazhdo. Lulzim Morina. Prandaj, ky libër i kushtohet masakrës së Hallaçit, familjeve të Hallaçit, ata e në rrëfy familjarët për të vramit e tyne, për peripetit që kanë pas, dhimbjet që kanë pas, po edhe për krenarin e tyne që një fshat i vogël ka dhonë aq kontribut. Një nan e Zborcit që ka vra një djalë 20 vjeçar, nuk ka pranu me marr trupin me varros në Zborc. Ka thonë jo. Ku e vra me shokët e vetë në të varroset, thëtë se të gjithë antarët, të gjithë hallaçjanët, i kam vllazën, thëtë se edhe mësi më dalë për Hallaçit, 1 vjet më kanë majt komplet me fëmijët, më kanë majt në Zborc. Edhe te e ku marru shtëpinë, nuk më kanë shu thët me dalë për katunit. Për atë e kom titullu Hallaçi i vogël me zemër të madhe. Me një fjalë, apo me 2 me 10, këto së ndalim hakësh, por Zoti shpërbleft. Zoti shpërbleft me familje, me krejt. Edhe është një punë e madhe këtu, për ata që e kuptojnë, për ata që s'po thëmë, për ata inshallah s'ka që se kuptojnë. Inshallah s'ka. Une diçka nina krenar që librat po lexohen, këti ku mbo kanimi kopje, po lexohen për lexuesve, edhe nëpse tash leximi thuhet se nuk lexohen shumë, po megjithatë ata që duhen lexojnë, të gjitha këto 4 libra mi ka marrë Instituti për krimet luftës. Si dokumentacion janë vendos në Institutin për krimet luftës, madje edhe mbi 100 faqe dokumentacion të luftës e kom dorëzu në muzeet të Institutit për krimet luftës. Ti je në mosh, po je mirë me shëndet, ti je krejt mirë, po së kur ata që kanë dhonë jetë, nashta jo, po veprat kanë më tarë mrapa dhe ty e kismet. Po inshallah të kena edhe shumë kohë me shkruhe, edhe me punue, pse jo, për dëshmor i ke kryje, jo që i ke kryje, po ke dhe një kontribut madhë, po për në tarme, për kulturë, për sene, po ndashta me pyet pak djemë të to, Besarin edhe Betimin. Hajde që të betim edhe të Besar, që tu hajde nga atë, pak do të bisedojmë me djemët, me këta 2 që i ko këtu, ato që është më gurbet edhe njëre për shëndesmi, fati s'ka qëllu. Hajde djemë të Betim edhe Besar. Kë angazhim i babës ju, edhe punë i babës ju, pa përkrahje, përkrahjen tuaj të familjes, edhe ky vetë këto sene, nuk ish mujt me bo. Se duhet kohë, ju do të me kry shumë punë tjera, këto me liru babën. Edhe tash, edhe kompenzim në ashta. A penini vetin mirë edhe krenar me punën e babës, apo shka përdani me thonë? Po, na nina krenar shumë, se është një babë i mrekullueshëm, jo vetëm për neve, është për familjen, për rrethin, për shoqërinë, për gjithësi. Është shumë e vështirë na më konë djemë të sejfës. Apo? Po. Për shkak të backgroundit që e ka, që ka kriju ky. Çdo herë ne kemi pas një kujdes të veçantë që mos gabojmë diçka, se gjithmonë reflektohet tek baba. Është një babë i mrekullueshëm. Ky pension ka dalë, përkrahjen tonë e ka, vetëm do të vazhdon kështu. Është gjëja më e mrekullueshme që e kemi në familje. Jo po më pëlqen, po edhe po më kona. Se na cash jena në moshë, një fjalë të mirë me ta fol e vladi, fëmiju e vladi, na kena thonë popullor që vladi t'jep kurajo edhe si një infuzion betim. Unë i bashkangjitem fjalës të vllaut, ne jemi shumë krenar me babën, po dhe këto që hecët ne jemi kuk lartë në rrugë. Edhe respektin që kemi në qytet Lipjanit e kemi fituar për i babën. Po. Domthonë mirë ta vllaut pak është vështirë me konë
djali i seferit, fëmi i seferit. Mirë po edhe anën tjetër është ndej edhe krenar, se ka shumë njerëz që respektojnë e çmojnë për veprimtarinë e tina, për kontributin që ka dhënë këtë vend, edhe ajo neve na bën më shumë krenar. Edhe gjithmonë do ta ketë mbështetjen tonë, po marr parasysh çfarë do lloj situate na gjithmonë një krah ti. Mirë, po edhe unë besoj edhe qashtu është, se unë gjithherë tham, kur e shoh një punëtor, jo një punëtor, por një njeri që ka dhënë kontribut, unë më njëherë e marrë qes familjen në kollatina, me njëherë, se pa e përkra familja, që të mure, pa i pasi kjo, që kjo vend që të ku jena, pa i pasi që të mure, nuk ish mujt me bo dhomë që të. Familja është strehimore e ati që punon edhe vepran. Prandaj po dini vetin, krenarinin me babën, edhe të nderuminin për babën, po edhe baba ju nderon juve, edhe ata që ju njohin, ju nderojnë edhe juve, se për përkrahin që kini dhënë babës. Që kë langi kuna o mune dhe një kush. Po, prodhen bio i babës. Po, është në të rajë. E i babës, a? Po, E ka prodhu vetë. A i një manonës me po punë t'ka. Edhe ka kuzhina. Edhe ka kuzhina. Unë e gjem bashkë me Xhavherin, gjatë verës, kur dolmi me hecë, i bëjna me një lëvizje i bëjmë 2-3 punë. Po. Se është koha e thona, më mbledh me thona. Po, a? Është koha e murriza, më mbledh me edhe murriza mbledhi. Po. Do të thotë unë tash në mosh, a mbledhi lule për çaj. Do të thotë unë në moj në shpe, çaj kantarian, pej lules kantarian. Po. Moj çaj të pej lules kamomilit. Moj prej luleve të ndryshme. Çak edhe sherbeli në Shqipni, ku mbledh edhe kam çaj të sherbeles, do thotë çaj të hithave. Djalër, të regovish për vetë, se gjinja tash për shokin, mbledhi molla tegra dhe e bëj uflën bio, uflën e mollës tegër e bëj vetë. Bile meqt edhe shokt, ka që 3 vite që ju thëmë mos bleni uflën, e merrni pej me dhurat, se unë e shpëndoj dhurat. Nuk e shes. Nuk e shes. Nuk e shes. Edhe këto, edhe këtë langë e ku mbo prej, dhe të të mollës, kumëll, 2-3 temet. Ti pas ke një uri edhe në kuzhinë, edhe kadaifin me ndrejtë. Po, kadaifin, tamlerizin, këtë budingun, pej nonës e kam me maru tatlien. Tatlien e bëj... Unë më jëta të shikojnë. Tatlien e bëj tamam të recetës që atëherë nona që shka më tatlien. Bio, që ashtu e marrë tatlien. E besa dhe bukën e kalaboj të qestë mirë. Po, a? I vërser kuna bune që rakë. Po, e di shka ma ka një mu këtu. Ma ka një mu gruja kur nuk më thët, më se prek, më se banë. Po pjera o ka mirë dhe gruja. Në farë pak. E tash, jo edhe, as jena në shpet lirë, me zveti që shpesher një shërë që të thëmë, cëli për banë, që betim, se betime është i mirë në skarë. Ka punu ka pak e kështu, është i mirë në skarë. Që që na po të letë jena. Edhe i një mërë, këta nënë se unë e shoqës. Kjo është pasoni. Harmonia në familje është pasoni edhe është gjithë shka që vlerësohet me notën më të nartë për mua. Thamë, dishka, shka këna thonë, nështë pak këna thonë, po një është e vërtet që shka këna thonë është me dëshmi, edhe është me fakte, edhe të falenderojnë atë e mase, ty edhe familjen tonë, edhe këta shoket të shamirë që i ke të busante. Ta është dhe gjallëm radhen pak në i kongë se agimi së në foli heq profa, por ju dhe me në kolektiv, ku këni punu në gadime, këni pasë dhe një kongtar të mirë, të ndjerën? Po,
Gadimja me tradit ka pas këngëtare, sidomos edhe familja e Jupi me tradit e kanë pas muzikën. Këta e kanë pas Agimi edhe një vllau më të madhin që ka qenë muzikant. Fejimin. Jo, para fejimit. A para fejimit. Abdullahun. Po, Po ai ka qenë edhe profesori muzikës, do thotë është shkon muzikant. Edhe Kremi ka qenë muzikant, ndërsa Indjeri arsimtari Fehmi Jupi e ka lënë mbrapa një post madh të këngëve. E ka pas një zonë karakteristik që vështirë është fatkeqësia që ai ka vdek para luftës, që s'ka pas mundësi me inqizu mungesë teknologjisë. Ka këngë të inqizume në për YouTube, po aq ka qenë i nivelit si këngëtar që është gjuna që ai nuk ka pas mundësi atë kohë me bon albume, me na lanë këngë edhe për gjeneratat e ardhshme. Sef, u doft pak më herët ndoshta me i cek në pika shkurta. Lutëm keni pas intelektual edhe burat me aqëm të ta shalë të ty po vete, apo na i përmeni pak. Në atë kohë, në atë periudhë kohore, dhe ata kanë kontribu më në burë. Kanë kontribu me burë. E në petkën e komunizmit. Gjemë, po flasë për familjen tonë, na këna pas ud që thënë Hanedan. Hanedan. Kum pasur në një rast, isha profesor në Ferizaj edhe ka kalova, ka erdha pej Prishtinës me shku në Ferizaj me dha mësim, ullë një pyti kishtë qeni Smirës, ma vënë e kuptova. Kur erdi pa kodrat e Gadimës, pyti ku mirashi? Unë i kalzova, ma sytyn e kodrave. Tha, asër njëla po. Gadimja, a janë që të kodra po? Fshani. O fshaniti. Tha, shaki ogjë. Tha, me konë ta di, a është gjallë një Raif Gadimja. Thash, për shka? Zgudzova me kalzu që unë jam një pi Raif Gadimës. Thash, për shka? Tha, na patën një rëfia, tha, u pat vëra, tha, një shkallën katon, 30 burra, tha, e kom. Kur erdhëm, tha, në Mirash, tha, na thanë, ku me hi? Vallaj, tha, për 30 burra, për 20 burra, od nuk ka këtu. Tha, po shkoni në të Raif Tashollit në Gadime. Tha, një javë ditë këna nejtë në Gadime. Këna lu të liloje. Këna hangë, këna pi me ditë tonë në thate aj. Tha, për që ta fshojta, tha, e veta o gjallë. Thash, jam unë nip i Raif Tashollit, atër mora gudzimin. Të qajtë o qunë autobus, një autobus në ka këshyra i të kajtë e të më kapë në rëkë. Tha, apo më vjen të unë ta këthej vish me një drekë. Tha, se një javë ditë kanë hangër 30 burra bukë. Po du me thonë që këtu Hanedan ka qenë Oda, edhe këtu ka najtë edhe Adem Glavica, këtu ka najtë edhe Bahtir Dumnica, këtu ka najtë burrat mlaj, këtu ka najtë në Oda tona ka pas të gjithë burrat e katunit, ka najtë në Odën e Medit Tashollit, në Odën e Agjes Rajfe, në Odën e i Bush Tashollit, dhe tëtë me të vërtet ka pas burra. Edhe 2-3 intelektuali keni pas në punësat fort. Kam dhënë një kontribut ma për shkollin, për arsin, për Fehmi Jupi. Po, na në Gadime kemi dhënë, po du me përmen një doktor, o kom profesor në universitet, në 64 në dhënë i Burgosën, Avdes Sinani. Ai ka ik o Burgos në Macedoni, e mas Burgut ka ik në Turki, mas i hapur në universiteti ka ardhë ka mësim, Avdiu. Avdes Sinani. Për njerëzve që kemi këtu, e kemi Fehmi Jupën, që një për intelektualve më të mëdhajt kohës, që gjeneratat e reja nuk e din kush ka qenë Fehmi Jupa, çfarë kontributi ka dhënë arsimit shqip, çfarë kontributi ka dhënë në nivel komune, o konë drejtori parë shqiptari i gjimnazit Lipjanit, o konë drejtori i shkollës tonë, ka qenë sekretari BVI-s. Unë kom qenë një për bursistëve që ma ka onë kredin, sa ka qenë sekretari BVI-s, dhe thëtë shumë e ka qmu arsimin, ka ndërtu shumë shkolla, po unë për përmeni shkollën tonë, që është një bukurushe edhe mas
edhe mas 55 vjetëve që ndërtu, ndërsa për njerëzve që kemi gjallë sot, është Gafur Tasholli. Me 10 gjenerata, se ka qenë profesor ka dhënë mësim në Prishtinë, ka dhënë mësim në gjimnazin e parë në Lipjan, ka dhënë mësim profesor ka qenë në Frezaj, profesor i matematikës. Do thot, unë që ta 3 njerëz, po kena dhe doktorat shkencave, profesorat qëtash, po që janë gjenerat me eri. E tash dhe t'ja vlon radhën dhe t'ja vlon në argimit, edhe jaronit ademit në knojnë do kom, paka shumë simbolikisht, ta begatojnë emisionin tonë. Spontanisht e prezentum një nejt nga Dimalive me një tradit shumë të hershme me stilin e muzikës popullore edhe me ata shok të kolegë vllaznit që nuk i kanë këtë botë, po edhe me të tjerët kështu kanë pas
tradit gadimja shumë herët për ta kultivu kohën atmosferike, kohën e bekrive, kohën qytetare, kohën shqiptare. Pra shikos dhe nërru, na i falenderojmë shumë, zot e shpijes, Jaran Seferin, ta shodhin me djemë, edhe këta shokt, Agimin, Ademin, Gjeveri. Brohen. Gjeperin, falenderoj shumë. Edhe Brohen. Brohen e kam Jaran. Ishte një vromje me bisede, me kohën, me shumë qka, me humore, në konakun e Sefer Tashollit, në gadime. Falenderoj shumë, shimi emisionin e radhës. Falenderoj. Falenderoj gjithë në të.